kemi bërë të qartë dhe transparente që ne nuk kemi ende një projekt për zhvillimin e zonës, për ndërtimin në zonën e Zbërnecit. Pa diskutim që janë duke punuar arkitekt të njohur, janë duke punuar studiues dhe inxhinier të cilët merren me ndikimin në mjedis, janë duke punuar arkitekt të peizazhit, siç kemi bërë deklaruar në disa dalje publike për të sqaruar publikun që jemi në fazë ende të një studimi dhe të një projektimi. Qeveria shqiptare nuk e ka një projekt final që mund të ndajë me publikun. Unë jam e sigurt që në momentin që do të na vi një propozim, ai do të jetë një propozim i cili do t'i plotësojë të gjitha kushtet mjedisore, është shqetësimi ynë kryesor që të gjitha ato standarde të mjedisit për të cilat ne jemi duke punuar nëpërmjet Ministrisë Mjedisit, edhe në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, të respektohen dhe pa diskutim që është në qëllimet tona që projekti të miratohet, projekti të vazhdojë, pa diskutim brenda gjitha kushteve dhe standardeve që Bashkimi Evropian ka. Unë do t'ju kujtoj që ne kemi një proces të nisur negociatash me Bashkimin Evropian, kemi një kalendar detyrash shumë të mirë përcaktuar, ku vëm pjesë i gjithë legjislacioni që ne kemi për të gjitha fushat dhe specifikisht legjislacioni që kemi për mbrojtjen e mjedisit dhe pa diskutim që do të në momentin që do të na vi një projekt i cili do të ketë një studim të impaktit në mjedis, do të analizohet nga strukturat e qeverisë dhe do të bëhet transparent pa diskutim. Por sigurisht që ne duam që një projekt i kësaj përmase financiare të vinë në Shqipëri, jo vetëm për parat që ai sjell në ekonominë shqiptare, jo vetëm për ndikimin që ai sjell në ekonominë shqiptare, por edhe për imazhin, për standardet që sjell në turizëm dhe për impaktin që mund të ketë edhe në sektorin e turizmit, në hotelet të tjera. Pra, pa diskutim që neve jemi mbështetës të vijimit të zhvillimit të projektit, sigurisht sipas çdo kushti dhe standardi. Më falni se më lindi një pyetje tani që u dëgjova. Duke qenë se ju thoni që nuk keni projekt, nga e nxjerrni shifrën 4 miliard euro që do jetë ndikimi në ekonomi? Se unë mund të them mund të jetë 5 miliard, mund të jetë 6 miliard. Po në fakt edhe mund të jetë miliard. 4 miliard ka qenë një projekt i cili është dorëzuar më parë dhe nuk është miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe i Ujit, pasi nuk i plotësonte standardet që ne kishim për çështje të intensitetit të ndërtimit, të ndikimit të mjedisit. Ne kemi bërë transparente të gjitha vendimet që ka marrë Këshilli Kombëtar i Territorit dhe i Ujit dhe arsyet pse ne kemi refuzuar atë projekt. Pra, projekti fillestar ka pasur një vlerë të ngjashme, ne nuk e dim se sa do jetë vlera e projektit që do të vi për miratim, por vullneti është që të jetë në këto nivele, mund të jetë 5, mund të jetë 6, nuk mund të flasim sot, pasi nuk e kemi një projekt. Mund të jetë edhe 2 ose 3. Dhe një pyetje tjetër këtu, kur thatë që qeveria juaj do respektoj të gjitha standardet në ndërtim ose që kërkon Bashkimi Evropian sa i përket zonat të mbrojtura, ju e keni fjalën që do të respektoni të njëjtat standarde siç bët me pikën e vogël në Gjirin e Manastirit, ku sot kemi një qytet betonit të ndërtuar në një zonë të mbrojtur që ju hoq parkut Butrintit? Unë kam fjalën që ne do të respektojmë gjithë legjislacionin në fuqi, i cili tani që flasim është duke u rishikuar në bazë të gjithë kalendarit të punës që neve kemi me Bashkimin Evropian. Kjo është ajo që thash dhe dua që në fakt